Zoti Burjani, përshëndetje. Përshëndetje dhe juve, faleminderit për ftesën, Jerek. Kënaqësi që flasim bashk. Ka filluar praktikisht fushat me thirrjet që diaspora të regjistrohet. Si e shihni ju gjithë këtë proces, nga fillimi i procesit regjistrimit diasporës për të votuar deri te thirrjet e krerëve politike institucional drejtuar diasporës, që edhe një farë forme pothuajse i tregojnë se si të votojnë? Po mendoj që subjektet politike në Kosovë tashmë kanë politizuar skajshëm të diasporën, po ekziston një politizim i skajshëm, ndoshta edhe jo shumë i arsyeshëm i diasporës, domethënë duke marrë parti politike ekskluzivisht me diasporën dhe vote me diasporës, por para nuk ka pasur dhe kësi situata të këta natyre, domethënë ku diaspora ka qenë, me thënë, shumë e involvuar në jetën politike në Kosovë. Ata kanë marrë pjesë edhe më herët në zgjedhje, po jo në këto varianta, në këto mënyra si tashti, me një tension më të shtuar, me një interesim më të madh do të diasporës për të marrë pjesë në zgjedhje në Kosovë. Pak është e çuditshme, pak është edhe arsyeshme, por natyrisht aspektin ligjor dhe kushtetues është arsyeshme se kanë të drejtë vote gjithë ata qytetarë të cilët jetojnë jashtë dhe kanë dy shtetësi, pra kanë shtetësinë e Kosovës, po ashtu kanë të drejtë të votojnë, po problemi më i madh është që diaspora, përkatësisht numri i qytetarëve nga diaspora po rritet të interesim për të votuar, por kanë interesim të shtuar për të votuar. Dhe natyrisht lobizimi po bëhet shumë i madh, domethënë në diasporë, më shumë ti lobizim ka bërë lëvizjeve të vendosur, po tash ti spelojnë keq as subjekte të tjera opozitare, me qujt tash kushtime se tash janë barabartë ato, sepse kanë marrë pjesë në zgjedhjet e qershorit për momentin, s'ka domethënë validitet as një subjekt politik në kuptimin ligjor dhe kushtetues që kanë kompetenca për të shtruar diçka, në përshtim në qeverisë e detyrë që është dhe presidentës në detyrë, po megjithatë mendoj që involvimi i diasporës në këto situata pak a shumë mund t'i bëjë tam domethënë edhe situatave të tjera, proceseve kështu me radhë, ka gjithashtu një farë mlefi që shpërfaqet në opinion publik, sidomos në Kosovë, ndaj diasporës, ndoshta edhe pa arsye mirë, po kjo është e vërteta, ka domethënë një mlef të shtuar, pasi që mendohet që në Kosovë jetohet shumë më keq se sa që mendon diaspora që jetohet mirë nga qytetarët e Kosovës që jetojnë për çdo ditë këtu dhe nuk e kanë të lehtë jetën. Jeta po vjen të vështirësuar, domosdoshmë mirëqenia sociale, ekonomike dhe ajo shëndetësore. Po kemi probleme të mëdha në këtë temë dhe kjo është ajo që po ndodh, domethënë në anën tjetër kemi një mobilitet që kërkon këtë mobilitet nga vendosja bën mobilitet në perëndim që të thotë diasporës votoni sa më shumë, po dilni sa më shumë me vota për të votuar për lëvizjen vendosje, është një thirrje publike e hapet. Nuk po them është e lëshme apo lëshme sepse subjektet politike kanë të drejtë gjatë fushatës me lobizu për veten e tyre. Ose edhe vetë kandidatët në këto subjekte politike po ashtu kanë të drejtë të lobizojnë për veten e tyre që të votojnë. Por nuk duhet me të kalu krejt limitet e asajna që të shuhet në shtima tepër morale se sa kushtetuese dhe ligjore. Po kuptoni çka po tham domon në atë mënyrë që mos me politizu ka skajshëm diasporën, sepse për diasporën do të më qenë një si parti opozitare si ato opozitare, si partia që mund fitojë si partia që cilat mund të humbin, për diasporën duhet të jenë domethënë të respektuar, pasi që ata janë qytetarë shpesh të përkohshëm të Kosovës, vinë e shkojnë. Prandaj nuk është mirë edhe në diasporë apo nga diaspora që të ketë anim të plot ndaj një subjekti politik, por më shumë me qëndrua e pavarur, domethënë këtë. Unë kisha kërkuar që diaspora të jetë e pavarur, të votojë ekskluzivisht për interesin e shtetit të Kosovës, dhe të votoj për normal që ta keni jetë më të mirë familjarët e tyre në Kosovë, dhe bashkëdhetarët e tyre, por jo të votojnë për një subjekt politik veç që bën më shumë marketing atje, apo që tenton që bëj për vete sa më shumë qytetarë të diasporës për votuar. Tash po thashë edhe më herët as opozita s'pele këtë, ata i kanë bërë deg atje, i kanë reaktivizuar që 2 vjet e fundit e deg në diasporë, ata po funksionojnë deri diku mirë. Por ende fitohet të shtypja që diaspora anon nga një subjekt politik Kosovës është lëvizjeve të vendosje, prandaj edhe nuk është e rastë sepse lëvizjeve të vendosje dhe të bën thirrje që votojnë sa më shumë qytetarë nga diaspora për lëvizjen vetë vendosje. Kjo sa është legjitime, jo legjitime në përmendje, kanë të drejtë lobizimi gjitha subjektet politike që kërkojnë votë nga diaspora,
ndaj të gjithë atyre qytetarëve të cilët kanë shtësitë e Kosovës edhe kanë interesin për votuar, natyrisht që kanë është natyrshme që ti kërkohet vota kujdo që është pjesë e listës së votuesve në Kosovë, por ajo çfarë po diskutohet bukurzëshëm këtyre ditëve në Kosovë është fakti që një subjekt politik po ju thot diasporës që mund t'ju paguajë edhe biletat që të shkoni që të votoni në Kosovë. Më fol pak për këtë aspekt në çështje ligjore, të lutem. Ja, natyrisht kjo është e paleshme, kuptohet, është të kalon limitet ligjore, të ligjit për zgjedhje, kjo është e pakuptim dhe kjo është shumë e rrezikshme, domethënë në një variantë se në një mënyrë sepse kjo është vepër penale në fund të fundit. Ka mund të cilësohet si vepër penale nëse veç ndodh që dikush prej subjekte politike paguon qytetarët e diasporës për të me votu në Kosovë ose me votu atje në ambasadat e Kosovës për ta. Pra kjo është veprimtari e palishme dhe natyrisht kjo është sanksionuar me ligj. Edhe tash organet e rendit janë këto, prokuroria e shtetit është këto në Kosovë, pra do të përcjellin gjendjen dhe situatën dhe nëse ka fakte të kësaj natyre që ka subjekte politike që bëjnë vota, ajo është votë e palishme dhe është vepër penale. Pra duhet të ndeshkohen gjithë ata persona në mënyrë individuale të cilët kërkojnë votë apo kërkojnë të blejnë vota nga diaspora. Kjo është e kuptueshme edhe nuk ka diskutim për këto, por veç problemi është sa mundet me përcjell domethënë situatën prokuroria e shtetit dhe me marrë masa ndaj gjithë atyre të cilët mund të zbulohen dhe të verifikohen si persona të cilët kanë ndikuar drejtpërdrejti përmes sistemit që e thatë ju të përmes blerjes së votës. Ajo është e palishme dhe është sikurse edhe fotografimi i votës, as fotografimin e votës nuk guxojmë me bë, se është e kundërlidhshme si vepër. Prandaj është vepër kundërlidhshme edhe fotografimi i votës, sepse kur blen parti politika vota, ata i detyrojnë edhe me fotografu votat. Domthonë, flet votimin për me qenë besueshëm që më ullon paret. Kanë dy situata që i bojnë partit politike që i kanë bën brenda në vend, brenda këtu në Kosovë në qendrat e votimit, por tash po duket edhe jashtë mund të ketë diçka të kësaj natyre, por unë e kisha lutur që prokuroria me qenë e përgatitur për këtë punë dhe me shikuar me kon që me thonë me kon të vidisum jashtëzakonisht jashtë mase për asojna me këqyr se çfarë është ndodhur, sepse kjo është e palishme, nuk ka vlerja votës. Lobizimi është diçka tjetër lirik. Mund të lobizojë gjithkosh, gjithë subjekte politike mund të lobizojnë, është e drejtë e ligjore, edhe ligji për zgjedhjet edhe natyrisht gjithë kanë të drejtë parti politike që të lobizojnë. Por me blej vota kjo s'guxon ndodha në asnjë variant, asnjë mënyrë, sepse kjo është vepër penale. Pra kërkesa për tonë, edhe për ja paguajnë biletën, edhe kjo është ndikim dhe ndërhyrje në ato që mund të cilësohet me varianta të ndryshme si vepër penale, me kauzalitet, me qëllim të caktuar. Pra edhe kjo është mund të jetë barë, mund të jetë situata, apo mund të jetë gjendje që duhet më erët prokuroria e shtetit me ta. Pra nëse për subjekte politike thonë këto që duhet me ja pagu qytetarëve biletën, ju pedin e ata po blejnë vota në një variant. Është në kauzalitet i bjen që është vepër penale. Pra mënyrën shkakësore, se për këtë shkak ajo është për shkak orja aty në vetëm për këtë punë. Dhe blerja e biletës është normal, është 100% vepër penale. Dhe unë mendoj që këtu do të me shiku domethënë me qenë domethënë e vetëdijshme prokuroria e shtetit me vepru policia e Kosovës dhe përgjithësira organet e rendit dhe ligjit, sepse kjo nuk guxon me ndodh. Kjo s'guxon me ndodh. Kjo ka ndodhur në shtete si Moldavia më herët, Rumania në kohën para Bashkimit Evropian, e Bullgaria më herët, mirë, po kjo nuk guxon me ndodh edhe në Kosovë. Domethënë edhe në një vend ku pretendohet që thuhet që shteti jonë natyrisht i organizon gjërat në kuptimin teknik organizativ më së miri në Ballkanin Perëndimor. Pra këto janë situatat e palishme, siç është vjedhja e votës ose vlerja e votës janë vepra penale, janë sanksionuar me kodin penal. Zoti Burjani, është edhe diskutohet çështja se pse vjen diaspora për të votuar fizikisht në Kosovë, kur ekziston mundësia për të votuar përmes postës ose në përfaqësitë diplomatike të Kosovës atje, që do të ishte proces më pak i kushtueshëm materialisht për votuesin në diasporë. Pse mosbesimi ndaj votës me postë? Nuk e dëgjova pjesën e fundit ndaj votës së diasporës përmes ambasadave votoni. Pse ka mosbesim në diasporë për të votuar me postë ose në ambasada? Unë mendoj që
Këtu nuk është tema që nuk I besojnë ata vetës se diasporë që votojnë për një subjekt politik, po partitë politike në Kosovë nuk I besojnë. Kjo po vjen që partitë politike në Kosovë pa po njerin këtu në Kosovë, qytetarin I cili vjen e voton këtu nuk I besojnë shumë. Dhe këtu mund të ketë elementet e veprës penale, domthonë. Për shkak se mund mendoj që ka diçka këtu pse I kërkojnë marrë për atje shtetut të mja pagu biletën e gjërat e tjera. Domthonë këtu ka diçka tjetër dhe kjo është kjo mund të quhet apo mund si thuhet si tentativë për vepër penale ose vepër penale që vetë të ndodh në Kosovë, domethënë. Unë ju tregova që janë dy situata që bëjmë. Në këtë situatë që përmend ju ata nuk I besojnë njerëzit që I paguajnë, nuk I besojnë diaspora votojnë për tyne dhe kërkojnë marrë në Kosovë me votu dhe këto më fotografu votën, që natyrisht është e palishme është vepër penale. Pra këtu ka mosbesimi vjen për këtë situatë, sepse nëse partitë politike apo njerëzit e tyre paguajnë parë për vota, për kasi blerët e votën, normal nuk I besojnë pa po këtu. Po jo vetëm përmes ambasadës, po thuhet që ose që thuhet që ka votuar para një subjekt politik. Unë thash, kërkush nuk I beson atij njeriu I cili thotë ka votuar për këtë subjekt politik pa fotografu votën, e dini që është fotografimi I votës vepër penale. Nëse fotografohet vota për kanë ka votuar, atëherë është vepër penale dhe natyrisht ata bojnë përpjekje që me I thonë atyne hajdeni këtu votoni, edhe natyrisht për dhomi garancian subjektit politik caktuar që ka votuar për to. Kjo është çështje diçka mendohet dhe çështje diçka ekologjike në vetë interpretative që thuhen. E qartë, unë ju falenderoj shumë për kohën që ju ndat për ne. Ndjes ju lam të prisni, ju jeni në mes të angazhimeve tuaja, por unë e vlerësoj shumë që ke ndarë kohë për ne dhe shikuesit. Kjo është respekt për ne. Faleminderit shumë. Gjithmonë për juve. Faleminderit. Faleminderit shumë, e vlerësoj shumë.